Reparti i pediatrisë është i qetë këtë fundviti krahasuar me vitet e kaluara. Numri vizitave ka rënë ndjeshëm dhe nuk ka viroza shqetësuese. Pasi familjet po tregojnë më shumë kujdes për fëmijët, tregon mjekja pediatre Mirda Xhafa. Aktualisht situata në Spitalin e Lushnjës, sidomos në repartin e pediatrisë, është e qetë. Nuk është një situatë krahasuar me vitet e mëparshme, nuk është një situatë alarmante, nuk qarkullojnë viroza madhore, qarkullojnë viroza banale, angina, kryesisht folikulare, që bëjnë temperatura, po duke qenë që kujdesi prindëror, kujdesi familjar është maksimal, arrin menaxhohen shumë mirë pjesa më e madhe dhe në kushtet e shtëpisë. Në krahasim me vitet e kaluara, ka një rënje të ndjeshme të numrit të vizitave, ka rënje të ndjeshme të fëmijëve rënd, pasi, siç e thash, nënat janë ndërgjegjësuar, dinë të kujdesen shumë mirë për virozat, dinë të kontrollojnë shumë mirë temperaturën, dinë të dallojnë një fëmijë rënd. Kryesisht, rastet e rënd kanë qenë mosha 0-1 vjeç, si pasojë e virusit sincicial që qarkullon çdo fillim dimri, dhe duke qenë virusale, patjetër që do bëj ciklin e vet, edhe është e paevituar edhe rëndimi i fëmijëve në këtë grup mosh. Shqetësues është ardhja e emigrantëve për festa, pasi mund të kemi fluks virozash që do të qarkullojnë në popullat dhe përpasoj do të prekin edhe fëmijët, sidomos 0-2 vjeç, tha ajo. Me grumbullimin e njerëzve si pasojë e festave, me ardhjen e emigrantëve, mundet të kemi edhe fluks virozash. Megjithatë, koha do ta tregoj, unë i rekomandoj nënave vetëm të bëjnë kujdes nga diferencat e mëdha temperaturave, në rast se gjendemi në një ambient shumë të ngrohtë, dalja e menjëhershme në ambientet e ftohta duhet shoqërohet me masat që ne marrim me veshje edhe mbulim të fëmijës, sidomos për fëmijët 0-2 vjeç, 0-3 vjeç, fëmijët e vegjël.